Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Bricjapit. Të dashur Bricjapë, në leximin e juaj kemi nga që letrat ndahen në letrat të mëdha, që quhen Major Arcana, dhe letrat të vogla. Tek ju dominon Major Arcana, që është ndodhi të mëdha. Karroca, të filloj me këtë. Karroca, fuqi personale, kontroll, drejtim i qartë dhe vendosmëri për të ecur përpara. Do fillojnë së shpejti, nga që shikoj ka ecur kogja ngadalë, kanë ecur gjërat, lëvizje të shpejta dhe me qëllim. Këshilla në këtë letër ti je në drejtimin e dur dhe tani mos ndalo, ke kapur një energji të fortë që të shtyn përpara. Përfito prej saj, lëviz drejt qëllimeve, por pa devijuar nga qëllimi yt i vërtet. Të dashur Bricjapër, magjistari, potencial të madh dhe krijues, thot të dashur Bricjapër. Të gjitha mjetet janë në dorën tënde, i ke në dorë të realizosh, të bësh atë që duhet, vetëm duhet të zgjedhësh si ti përdorësh. Këshilla ti mund ta krijosh jetën ashtu siç dëshiron, thot letra, mos prit që dikush tjetër ta bëj për ty. Aktivizo aftësitë, idetë dhe veprimet që ke tashmë në dorë. Sikur e keni bërë gjithmonë veten të varreni nga dikush, por që nuk ka qenë gjithmonë ashtu, ka qenë dhe në dorën e juaj. Dhe kërkimi i ndihmës apo dëshira për të arritur aty ka qenë iniciative juaja, dhe këtu vjen drejtësi, balancë, përgjegjësi. Ky është momenti i së vërtetës dhe pasojave të veprimeve të dashur të tua apo të tjerëve. Këshilla vepro me ndershmëri dhe drejtësi, zgjidh duke u bazuar te vërteta, jo te emocionet e përkohshme, nga që të kapin ndonjëherë që beson apo i hedh poshtë të gjitha çfarë keni arritur deri sot. Kjo letër të kujton çdo zgjedhje ka peshën e vet. Absolutisht do të thotë mos i hedhni poshtë gjithë ato që keni arritur deri tani, keni arritur kogja dhe do ndryshoj. 5 të monedhës, ndjen kjo ju bën që të ngecni, kjo ju bën që të sfidoheni me një farë mënyrë, ndjenjë mungese, përjashtimi ose boshllëku emocional apo dhe financiar. Mund të jetë një gjësia që je vetëm dhe nuk ke mbështetje. Ndihmën nuk duhet ta kërkosh vetëm nga një person, apo kushdo që për çfarëdo që të jetë. Nuk je vetëm, por mbyll veten nga dritarja, të them ashtu. Është koha të lëshosh krenarinë dhe të hapësh ndaj mbështetjes. Ka njerëz tjerë që mund të kërkosh ndihmë dhe të marrësh ndihmë. Kërko vetmi e zgjedhur, introspeksion, kërkimi së vërtetës, së mbrëmshme, tërheqje nga bota për të gjetur një kuptim më të thellë. Reflektoni të dashur, uluni dhe mendoni si duhet të bëjmë më tutje. Zgjidhja është në fakt në dorën e juaj. Dëgjozorin tënd të mbrëmshëm, jo gjithçka ka nevojë për reagim të menjëhershëm. Nganjëherë është kjo mbyllje apo kjo largim, kjo tërheqje është e shenjtë. Mëson nga ajo që ke parë deri tani, që të mund ta qetësosh këtë furtunë brenda teje, sikur s'po ecën, s'po bën, nuk ka shu, nuk kështu. Por si përfundim, shiko çfarë kemi. Kemi 3 të kupës, gëzim, festë, miqësi, bashkim emocional, një rikthim i lehtësisë dhe ndjenjave të përbashkëta. Absolutisht do ktheheni aty ku keni dashur të jeni. Por që është një tendencë këtu, sikur edhe po të vete gjithçka ka shkuar mirë, një gjë e vogël dhe demoralizoheni, bëheni skam, mbaroj, dhe është pak sa gabim. Lejoje gëzimin të kthehet përmes njerëzve që të duan. Kjo është koha për të çliruar energjitë tot dashurisë dhe mbështetjes të ndërsjell. Ke mbështetje, ke përkrahje dhe mos hezitoni ta kërkoni. Jeni në rrugën e duhur, edhe pse kanë ngecur gjërat, po fillojnë të ecin me këtë karrocë këtu, po fillojnë të ecin më shpejt dhe më saktë do ta quaja. Një gjë që nuk ju ecën nuk do të thotë që ka mbaruar çdo gjë. Në fakt është vetëm një sfidë që na jep mësime që duhet marrë, të dashur Bricjapër.